Kam dhe gjithë vogël paso. The last minute, it needs to be clarified a couple of things. Ju përshëndes të gjithëve, ju falenderoj për prezencën tuaj këtu. Prezenta juaj tregon vlerësimin që i bëhet ceremonisë të promovimit të librave që ka botuar Akademia e Shkencave. Ne jemi krenar që Akademia e Shkencave ka suportuar krijimet më të fundit të shkencëtarëve shqiptar dhe me siguri do të gjejë mënyrën për të vlerësuar, maksimizuar vlerën e aty ta e vazën. Gjuli, të lutem mund të rri pak profesori. Profesor, u takuat me profesor të gut? Është nga ambasada turke. Kam nderin dhe kënaqësinë që të hap këtë ceremoni të inaugurimit apo promovimit të librit Tërmeti i 26 nëntorit. Mësimet që nxirren nga Tërmeti i 26 nëntorit 2019 dhe Akademia e Shkencave ka vlerësuar bashkëpunimin midis dy autorëve, një autori shqiptar, profesor akademik asociuar Rapo Ormani dhe një profesor turk, Serkan Öztürk. Me këtë rast kemi kënaqësinë që të përshëndesim edhe prezencën e konsullit të arsimit të shkencës të Turqisë dhe me cilën natyrisht do të japim fjalën profesorit që të ketë mundësi të përshëndesi zotin Metin Bulut. Unë kam kënaqësinë që natyrisht me prezencën e kryetarit të akademisë dhe me autorizim të tij mund të përshëndes një pjesë të fjalës përshëndetëse të tij dhe pastaj vazhdojmë me procedurën e sipas rendit të ditës. Qofse kam mirë kuptimin tuaj, mund të lexoj. Faleminderit. E mora vetë. Të nderuar të pranishëm, sot në këtë ceremoni të veçantë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë kemi nderin të promovojmë librin me titull Tërmeti i 26 nëntorit 2019 dhe çfarë mësimesh nxjerrim prej tij. Në fakt libri është shkruar në anglisht, është botuar në anglisht. The Earthquake of 26 November 2019 and What Can We Learn? Me autorët e cilit janë akademiku asociuar Rapo Ormani dhe profesor Serkan Öztürk. Ky libër vjen në një moment të rëndësishëm në kuadër të panajirit të 27 të librit, duke na ofruar një reflektim të thellë mbi ngjarjet tragjike që preku vendin tonë dhe mësimet që mund të nxjerrim prej tyre. Ky promovim është një mundësi për ne që të thellojmë njohuritë tona si pasojë e tërmetit dhe për të diskutuar rreth mënyrave se si mund të përgatitemi më mirë për sfidat e ardhshme. Është një moment për të bashkuar dhe për të ndarë mendime, për të shkëmbyer mendime, ide dhe vizione që do të ndihmojnë shoqërinë tonë në rrugën e saj drejt një të ardhme më të sigurt. Libri Tërmeti i 26 nëntorit 2019 dhe çfarë mësimesh nxjerrim prej tij i këtyre autorëve është një studim kompleks për këtë ngjarje të fortë tërmetore që ndodhi në vendin tonë. Ngjarja e Tërmetit i 26 nëntorit 2019 konsiderohet e veçantë nga autorët për shkak të paragoditjes të fortë që ndodhen në 21 shtator 2019. Ky fenomen i njohur si tërmet pararendës, paragoditje, ndodh shumë rrallë dhe konsiderohet një paralajmërim i mundshëm për tërmetin kryesor që pason. Në këtë rast, tërmeti i 21 shtatorit me një magnitudë të konsiderueshme troqi vëmendjen e studiuesve për shkak të ndikimeve të tij në sistemin tektonik në rajon, që mund të ketë kontribuar në aktivitetin e tërmetit fuqishëm të 26 nëntorit. Fenomeni i tillë nënvizon kompleksitetin e lëvizjeve tektonike në Shqipëri dhe rëndësinë e monitorimit të vazhdueshëm dhe realizimin e studimeve të thelluara për të minimizuar rreziqet dhe për të rritur ndërgjegjësimin e popullatës. Libri analizon shkencërisht të gjitha parametrat e procesit tërmetor, vlerësimin e rrezikut të tij, duke nxjerrë refleksione mbi mbrojtjen e jetës të njerëzve dhe objekteve të ndryshme ndërtimore. Tërmeti i 26 nëntorit nxorrin pak disa dobësi që kërkojnë përmirësim, siç janë ato të infrastrukturës, po shkurtoj pak, sistemi i menaxhimit të emergjencave, hartat sismike dhe kodet e ndërtimit, për të cilat natyrisht
janë nxjerrë mësimet e nevojshme. Me botimin e këtij libri, mbushet një boshllëk i rëndësishëm në literaturën shkencore shqiptare, duke sjellë një kontribut të vyer në pasurimin e njohurive dhe studimeve në fushën e gjeoshkencave. Rëndësia e tij qëndron jo vetëm në përmbajtjen unike dhe të mirë strukturuar, por edhe në faktin se ai hap horizonte të reja për diskutime shkencore dhe aplikime praktike në fushën e gjeoshkencave. Ky libër është një kontribut i rëndësishëm në literaturën shqiptare mbi menaxhimin e katastrofave dhe ofron një platformë për diskutime mbi mënyrat se si shoqëria mund të përmirësojë qëndrueshmërinë e saj ndaj fatkeqësive natyrore. Ju falenderoj që merrni pjesë në këtë ceremoni për të ndarë këtë moment promovimi së bashku me ne. Me këtë rast dëshiroj të përshëndes autorët e veprës për kontributin e tyre në këtë fushë kaq të rëndësishme. Faleminderit i nderuar kryetar. Jam i sigurt që të gjithë jeni njohur me programin e ceremonisë. Mbas fjalës të kryetarit, një fjalë përshëndetse nga zoti Metin Bulut, ambasada turke në Tiranë. Lutem, fjala është për ju. In English or whatever. Përshëndetje, and the Turkish meaning merhaba. Honorable President of the Albanian Academy of Sciences, Skender Gjinishi, esteemed Professor Dr. Ilirian Melerani, who kindly invited us to this meeting, dear academicians and distinguished guests. I would like to start my words by expressing my pleasure to be with a very distinguished community like you. Also, as the Education Counselor, I respectfully greet you on behalf of the Tirana Embassy of the Republic of Turkey. On this occasion, I would like to share with you the greetings of the Ambassador of Tirana, Mr. Tayyar Kaan Atay. I congratulate Professor Dr. Rapo Ormeni and Professor Dr. Serkan Öztürk for the book titled The Earthquake of 26 November 2019 and What We Can Learn, which was written and brought us together here. We as Tirana Embassy and Educational Counselor support international academic cooperation and scientific organizations with great pleasure. Academic and institutional initiatives are valuable to us. Turkey and Albania are two friendly and brotherly countries with a strategic partnership. Our countries have supported and helped each other in their most difficult times. The most important indicator of this situation is the example attitudes displayed by Turkey and Albania during earthquakes. Dear guests, as you know, Albania experienced earthquake disaster on November 26, 2019, and Turkey on February 6, 2023. After the earthquake, both countries helped each other and did not hesitate to provide all kinds of support. Turkey provided humanitarian aid to Albania after the earthquake and started construction of housing for those affected by the earthquake. 522 earthquake houses were delivered to those in need by our President Recep Tayyip Erdogan on January 17, 2022. A national mourning was declared in Albania and search and rescue teams moved to Turkey day after the earthquake. All kinds of life support products were sent to Turkey. These show that the solidarity and friendship between our countries are based on solid foundations. As I conclude my words with the hope of integrating scientific efforts and studies with creative initiatives, I would like to congratulate and present my respects of those who contributed. Thank you so much for your support. Thank you so much, Mr. Bulut. We appreciate a lot your presence here, and for the best opportunity, we would like to extend our relation between our universities, our academies, and our
institutions. According to the program, there are some Në lidhje me programin, sipas programit kemi disa personalitete që kërkojnë të marrin fjalën për përshëndetje dhe për ceremoninë e rastit. Profesor Dr. Wilson Silo, merr fjalën. Nderuar akademik Skënder Gjinushi, kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, i nderuar zoti Metin Bulut, këshilltar i arsimit në Ambasadën e Republikës Turqisë në Shqipëri, të nderuar akademik, profesor, të nderuar koleg, kam privilegjin dhe kënaqësinë të jap opinionin për librin e botuar nga Akademia e Shkencave, tërmeti 26 nëntorit 2019 dhe çfarë mund të mësojmë prej tij. Libri është një botim i realizuar për herë të parë që ofron analizë të thelluar gjithëpërfshirëse të një ngjarje tërmetore shkatërruese. Trajtimi i plot dhe i thelluar i kësaj ngjarje tërmetore përfaqëson një burim me vlera për studimet sismike dhe për menaxhimin e fatkeqësive të tilla në vendin tonë. Në libër analizohen efektet dinamike dhe kinematike të ngjarjes tërmetore, parametrat e procesit tërmetor, vlerësohet rreziku i tij duke nxjerrë refleksione për mbrojtjen e jetës së njerëzve dhe objekteve ndërtimore. Nëpërmjet vlerësimeve krahasuese, trajtohen në mënyrë shkencore aspekte të rëndësishme të teorisë për hapjes valve sismike, të rrezikut sismik nga goditja kryesore dhe pas goditjet që shoqëron atë, e tjerë. Përmes kësaj analize, autorët japin rekomandime konkrete si më poshtë. Ndërtimin e objekteve sipas standardeve të gjendshmërisë sismike, i cili është jetik për të minimizuar dëmet dhe rrezikun për jetën. Edukimin e publikut për procedurat e evakuimit dhe e ndërgjegjësimit për rrezikjet sismike si hapa thelbësor për reduktimin e rrezikut. Krijimin e politikave dhe programeve për forcimin e qëndrueshmërisë së objekteve ndërtimore në zonat e rrezikuara. Ngjarja tërmetore 26 nëntorit 2019 cilësohet e veçantë për shkak të paragoditjes në datën 21 shtator 2019. Fenomen natyror ky që mund të ndodhë shumë rrallë. Autorët kanë tentuar për një interpretim gjenetik të këtyre dy ngjarjeve sismike, duke u mbështetur në analizën e parametrave sismik që shërbejnë si tregues për transferimin e sforcimeve të thyrjeve tektonike përreth. Nga llogaritjet e bëra, është konstatuar se parametrat sismik u zvogëluan para ngjarjes sismike të 21 shtatorit me magnitudë 5.8 të shkallës së Richter. Pastaj, me njëherë mbasti, një rritje shumë të vogël dhe më vonë u zvogëlua përsëri duke u pasuar nga ngjarja tërmetore 26 nëntorit me magnitudë 6.3 shkallës së Richter. Autorët argumentojnë ngjarjen tërmetore të 21 shtatorit shkarkoi pjesërisht energjinë e akumuluar brenda strukturës tektonike të këtij rajoni dhe triggeroi goditjen kryesore shkatërruese të 26 nëntorit. Në libër analizohen fenomenet gjeologjike dhe tektonike të zonës që gjeneroi këtë tërmet. Analiza përqendrohet në strukturën dhe dinamikën e pllakave tektonike, lëvizjet e tyre dhe karakteristikat e veçanta të rajonit, të cilat krijojnë kushtet për këtë ngjarje të rëndësishme sismike. Duke vlerësuar dhe analizuar hartën e epiqendrave të ngjarjeve tërmetore, tregohet se ato ndjekin shtrirjen veripendimore, duke nxjerrë në dukje një korelacion të pasgoditjeve me veçoritë tektonike të zonës. Kjo nënkupton se pasgoditjet nuk janë shpërndar rastësisht, por shfaqin një lidhje të ngushtë me linjat tektonike të rajonit. Ky informacion është i rëndësishëm për të kuptuar jo vetëm shpërndarjen e forcave të tërmetit kryesor,
por edhe për të identifikuar zonat me ndjeshmëri më të madhe ndaj lëvizjeve sismike të mëvonshme. Studimi i mekanizmit të fokusimit të energjisë tërmetore na tregon se burimi sismik gjeneroi këto ngjarje lidhur me tektonikën gjatësore veri perëndim, jug lindje, ndërsa seria përsërit se ngjarjeve tërmetore të ndodhura në Durrës u shkaktua nga aktivizimi i thyrjeve tektonike dytësore, me orientim të përafërta me planin kryesor të thyrjes tektonike, duke na treguar për një gjendje të sforcuar heterogjene të zonës. Nëpërmjet analizave statistikore dhe vlerësime probabilitare të aktivitetit sismik për zonën e thyrjes tektonike Frakull Durrës, janë llogaritur magnituda, perioda përsëritjes së ngjarjeve tërmetore, probabiliteti vjetor e tjerë. Të dhënat e përftuara janë hartografuar në mënyrë që të krijohet një panoramë e qartë e sjelljes sismike në këtë zonë, e cila ndër më të rrezikurat është për nga aktiviteti sismik. Në libër përshkruhet qartë dukuriet fiziko-gjeologjike, përfshirë çarjet në tokë, fenomenin e lëngëzimit, rrëshqitet dhe dukuritë e rënies së shkëmbinjve të tjerë. Analiza e këtyre dukurive ka rëndësi për të përmirësuar projektet e objekteve sundimore dhe për të rritur qëndrueshmërinë ndaj tërmeteve të ardhshëm. Autorët sugjerojnë metodologjinë më të përshtatshme për të analizuar rrezikun sismik. Ata ofrojnë udhëzime për përcaktimin e zonave me rrezik lart, duke marrë parasysh karakteristikat gjeologjike dhe historinë e sismicitetit të rajonit. Në libër përshkruan gjithashtu një sër aktivitete shoqërore dhe humanitare të realizuara pas tërmetit, duke përfshirë masat emergjente të ndërmarra nga autoritetet shqiptare dhe ndihmën e dhënë nga vendet të shumta mike në mbar botën. Në veçanti libri synon të pajisë lexuesit me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të përgatitur më mirë për ngjarjet tërmetore, për të treguar në mënyrë të sigurt dhe për të ndihmuar në procesin e rimëkëmjes për katastrofa të tilla. Mësimet e nxjerrë nga kjo ngjarje tërmetore janë shumë të rëndësishme në reduktimin e dëmeve që mund të ndodhin në tërmetet e ardhshëm. Autorët japin aspektet kryesore të arsyeve të performancës pamjaftueshme të objekteve ndërtimore. Gjithashtu shpjegojnë se mungesa e tërmeteve dëmtues në Shqipëri në 4 dekadat e fundit ka prirur të zvogëlojë perceptimin për rrezikun e tyre. Gjithashtu ata sugjerojnë se duhet të mësojmë nga ngjarje të tilla të forta dhe të jepen mesazhe përkatëse për të gjithë kategoritë e komunitetit, veçanërisht për vendimarrësit kryesor dhe këshilltarët e tyre. Ngjarja tërmetore 26 nëntorit me magnitudë 6.3 që ndodhe më shumë se 2 muaj pas ngjarjes sismike 21 shtatorit me magnitudë 5.8 janë të rralla në Shqipëri. Autorët theksojnë se efektet e kësaj ngjarje tërmetore, projektimet dukurive të trollit, efektet në godina e tjerë, duhet të detyrojnë instancat përkatëse shtetërore të përgatisin kode të përditësuara, reale dhe të besueshme për të gjithë ndërtimet, sepse parandalimi është më i mirë se sa kompensimi i çdo dëmi pas çdo ngjarje tërmetore. Me botimin e këtij libri, mbushet një boshllëk i rëndësishëm literaturës shkencore shqiptare. Ai shërben si një burim referimi për të gjithë studiuesit e fushës së institucioneve publike dhe qytetarëve, që kërkojnë të kuptojnë dinamikën dhe zhvillimin dhe të zhvillojnë strategji për të reaguar në mënyrë efektive ndaj rrezikeve sismike. Libri i përgatitur është produkt i analizës dhe punës kërkimore shkencore të autorëve. Bazohet në literaturë të gjerë shkencore bashkëkohore, në punimet dhe artikujt shkencor të vetë autorëve. Mësimet e nxjerrura nga kjo ngjarje tërmetore në këtë libër janë të vëra nga ana shkencore dhe përbën një material dobishëm e të domosdoshëm për të gjithë komunitetin shkencor dhe shoqëror. Dëshiroj të shpreh falënderimet sinqerta për autorët e librit, akademik Rapo Ormeni dhe profesor Serkan Ozturk, për kushtimin e tyre të palodhur në botimin e këtij libri, me interes kombëtar e ndërkombëtar që u shërben kërkuesve shkencor dhe specialistëve gjeofizikant, sismik, gjeoteknik, gjeolog, inxhinier ndërtimi dhe gjithë komunitetit shoqëror. Ju faleminderit për këtë vepër
dhe për kushtimin e përpjekjeve tuaja. Faleminderit profesor Silo. Kërkoj ndjes për mungesën e vëmendjes, por dëshiroj të falenderoj dhe të përshëndes prezencën në sallë të deputetes të Kuvendit të Shqipërisë, profesore Lulieta Bozo, për cilën është nder dhe kënaqësi që ta kemi këtu. Më ndjeni. Fjalën e ka profesor doktor Ismail Hoxha nga Instituti i Gjeoshkencave. Shëndetje të gjithëve. Libri që promovoj sot, i shkruar nga autori akademik Rapo Ormeni dhe bashkëautori profesor Sergan Ozturk, përbën një arritje të rëndësishme në fushën e sismologjisë, duke ofruar një analizë në thellë të tërmetit të rënd të ndodhur në Shqipëri me 26 nëntor 2019 në Durrës. Ky libër në vetvete përfaqëson një studim të realizuar nëpërmjet një qasje të bazuar në konceptet moderne të dinamikës pllakave tektonike dhe mekanizmave sismik, duke arritur në një vlerësim të rëndësishëm të rrezikut sismik për rajonin perëndimor të Shqipërisë, e cila i thashë është e njohur për aktivitetin e saj të lartë sismik. Në analizën komplekse të tërmetit, 26 nëntorit 2019, studimi sismotektonikës dhe mekanizma sismike që çuan në tërmet në 26 nëntorit, në mënyrën e paraqitur në këtë libër, vlen edhe si një shembull i shkëlqyer i hulumtimit shkencor, ku nëpërmjet një qasje detajuar dhe analitike, autorët kanë arritur të sqarojnë dinamikën e pllakave tektonike, ndikimin e forcave gjeologjike dhe rreziqet që lidhen me këtë fenomen natyror. Autorët në këtë libër analizojnë dhe vlerësimin e rrezikut sismik në zonën perëndimore të Shqipërisë, e cila është me aktivitet të lartë sismik. Në këtë analizë bëhet krahasimi i parashikimeve afatmesme të vlerësimit të rrezikut sismik nëpërmjet dy metodologjive: metodës probabilitare të vlerësimit të rrezikut sismik dhe metodës deterministike të vlerësimit të rrezikut. Në këtë kontekst, rezultatet e metodës probabilitare, të cilat mbështeten kryesisht në të dhëna statistike të kufizuara, krahasohen me rezultatet e metodës deterministike, e cila ofron një analizë më të detajuar dhe realiste, duke marrë parasysh karakteristika specifike të burimeve sismike. Kjo analizë krahasuese ka rëndësi të veçantë për përcaktimin e qasjeve më të sakta në parashikimin dhe menaxhimin e rrezikut sismik në vendin tonë. Duke fokusuar analizën në këtë zonë sismogjenike, theksohet rëndësia e njohjes së linjave tektonike sismogjene dhe ngjarjeve sismike historike për të realizuar një vlerësim më të saktë të rrezikut sismik. Këtu autorët sugjerojnë si metodologji më të mirë për analizën e rrezikut sismik, përdorimin e dhënave historike dhe një kombinim të dy metodologjive të mësipërme për të arritur në një vlerësim më të besueshëm të rrezikut në këtë rajon të prekur ndjeshëm nga tërmetet. Libri i shkruar nga akademik Rapo Ormeni dhe profesor Sergan Ozturk mbi tërmetin e 26 nëntorit, si dhe refleksionet e nxjerrura prej tij, përbën një kontribut të shquar shkencor në fushën e sismologjisë. Nëpërmjet një analize të thelluar dhe metodologjisë bashkëkohore, autorët sqarojnë mekanizmat gjeologjik që shkaktojnë ngjarjet, duke paraqitur një perspektivë në ndikimin e tektonikës së rajonit tonë. Gjithashtu autorët japin rekomandime të rëndësishme për politikën e mbrojtjes nga tërmetet dhe përmirësimin e infrastrukturës inxhinerike. Gjithashtu në fund dëshiroj të theksoj se autori i këtij libri, akademik Rapo Ormeni, është një personalitet i shquar në fushën e sismologjisë shqiptare dhe ky libër është një vepër e vlefshme në fushën e gjeoshkencave për vlerësimin dhe menaxhimin më të mirë të rreziqeve natyrore ndaj sigurisë publike dhe zhvillimit qëndrueshëm të vendit tonë. Ju uroj sukses autorëve. Ju falenderoj profesor për përmbledhjen e shkurtuar të përshëndetjes tuaj në këtë ceremoni. Fjalën e ka profesor doktor Naser Peçi, dekan i Fakultetit Gjeoshkencave në Mitrovic, Kosovë. Faleminderit, përshëndetje. Pak do të përmirësoj profesorin, ishte dekan, po si do të qoftë. Kur e fiton një status, Faleminderit shumë. Atëherë, të nderuar, i nderuar i kryetari i Akademisë Shkencave të Shqipërisë, akademik Skënder Gjinushi, i nderuar shkëlqësia juaj zoti Metin Bulut, konsul i arsimit të ambasadës Republikës Turqisë në Shqipëri, i nderuar akademik Iliran Mallari, drejtuesi i tubimi, të nderuar akademik, profesor, të nderuar kolegë dhe të ftuar të pranishëm. Është një kënaqësi dhe nder i veçantë për mua të marr pjesë sot në këtë aktivitet promovues të një vepre të rëndësishme shkencore në emër të Universitetit Isa Boletinit Mitrovicës, Fakultetit Gjeoshkencave dhe përfaqësuesi i Kosovës në njësinë kërkimore të gjeoshkencave dhe gjeoinxhinerive në kuadër të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.
dhe të jap opinionin për librin Tërmeti 26 nëntorit 2019 dhe çfarë mund të mësojmë të autorëve akademik asociuar Rapo Ormeni dhe profesor Serkan Ozturk. Më lejoni të shpreh mirënjohjen time për autorët dhe për punën e palodhur që është bërë për të sjellë këtë libër përpara komunitetit akademik. Ky botim vjen në një kohë kur kërkimet shkencore mbi tërmetet janë më të rëndësishme se kurrë, duke pas parasysh ndikimin e madh që kanë këto fenomene natyrore mbi jetën e përditshme, sigurinë e qytetarëve dhe zhvillimin ekonomik. Tani, duke shpresuar që mos përsëriten shumë nga parafolësit, të jap disa cilësime shkurtimisht kryesore të librit. Libri Tërmeti 26 nëntorit 2019 dhe çfarë mund të mësojmë trajton në mënyrë të thelluar aspektet kryesore të sismologjisë, duke ofruar një analizë të detajuar dhe shkencore të kësaj ngjarje tragjike. Autorët të mbështetur në të dhëna sismologjike, gjeologjike dhe vrojtimet në terren shërtojnë përmasat dhe pasojat e tërmetit, duke ofruar një vlerësim të thellë të mekanizmave që shkaktuan atë. Libri ofron një analizë të detajuar dhe shkencore të kësaj ngjarje të nëntokës shqiptare. Libri ka një strukturë të mirë përcaktuar e cila ndihmon në kuptimin e thellë të tematikave të studiuara. Pjesa e parë, si volumi kryesor, ofron një analizë shkencore të detajuar mbi tërmetin e 26 nëntorit 2019. Autorët kanë zgjedhur me kujdes të dhënat dhe janë përshtatur në kontekstin e situatës, duke ofruar një pasqyrë të qartë të parametrave dhe mekanizmave të tërmetit dhe pasojave që solli. Pjesa e dytë e librit është orientuar ndaj publikut të gjerë dhe ofron informacione të vlefshme për mënyrat e mbrojtjes nga tërmetet. Kjo bën librin jo vetëm një burim të njohurive shkencore mbi tërmetin, por edhe një udhëzues të dobishëm për të gjithë ata që dëshirojnë të përgatiten më mirë për situata emergjente. Kjo harmoninë mes dy pjesëve bën librin një mjet të vlefshëm për edukimin dhe informimin e shoqërisë. Informacionet e pamjaftueshme për fuqinë goditëse të tërmeteve shpesh e lënë shoqërinë tonë të paprigatitur dhe në panik. Ky libër vjen për të mbushur atë boshllëk në njohuri në Shqipëri dhe Kosovë dhe me zero për të ndihmuar në përgatitjen për situata të tilla, duke theksuar se paniku mund të ketë edhe pasoja fatale. Libri ofron një analizë të thelluar të ndërtimit gjeologjik dhe dukurive tektonike të zonës që shkaktoi tërmetin e 26 nëntorit për kuptimin e kontekstit gjeologjik kur ra tërmeti. Duke përdorur të dhëna lokale dhe regionale, autorët kanë analizuar e studiuar vendoset e epicentrave, mekanizmat fokale dhe të dhënat makrosizmike të ngjarjeve. Njohuritë e thella dhe eksperienca e gjatë në fushën e sismologjisë të akademik Ormenit dhe bashkëautorit profesorit Ozturk rezulton në një analizë komplekse tepër shkencore mbi tërmetin dhe ndikimin e tij në infrastrukturë dhe shoqëri. Akademik Rapo Ormeni ka dhënë kontribut të çmuar në studime sismologjike jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë me publikime dhe projekte të përbashkëta me Kosovën në kuadër të dy akademive përkatëse pra Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe në projekte bilaterale Kosovë-Shqipëri. Ky studim përmban një çështje shkencore të detajuar që pasqyron mësimet e nxjerrura nga tërmeti, duke ndihmuar në zhvillimin e strategjive për përmirësimin e sigurisë dhe mbrojtjen e jetës përballë tërmeteve të ardhshme. Ky botim përfaqëson një kontribut të vlefshëm në fushën e tij, duke pasuruar literaturën shkencore dhe duke na ofruar të gjithë një mundësi për të thelluar njohuritë tona në këtë disiplinë. Përmes analizave të tij të thelluara dhe perspektivave të reja që ofron, libri hap rrugë për diskutime të mëtejme dhe studime të avancuara. Dëshiroj të falenderoj për autorët për përkushtimin e treguar dhe Akademinë e Shkencave të Shqipërisë për organizimin e këtij promovimi, duke krijuar një hapësirë të denjë për prezantimin e arritjeve të reja shkencore. Ju ftoj të gjithëve pra të shfrytëzojmë këtë mundësi për të mësuar më shumë nga kjo vepër dhe për të kontribuar në debatet e pasura shkencore që ajo do të nxjisë. Ju falenderoj për vëmendjen dhe urime autorëve për këtë arritje të rëndësishme. Faleminderit. Ju falenderoj profesor Naseri për fjalët e mira, të ngrohta dhe bashkëpunuese.
midis të dy universitetet, midis të dyve akademive të shkencave dhe midis specialistëve të fushës. Tani e kanë radhën autorët e librit, më lejoni të ftoj profesor Serkan Öztürk, që është online për të dëgjuar përshëndetjen e tij. Okay, can you hear me? Yes, we can. Okay. Ladies and gentlemen, hello everyone from Turkey. My name is Serkan Öztürk. I am a seismologist in the Department of Geophysics at Gümüşhane University. For a long time, we have been working with Professor Rapor Meni on researches related to earthquake statistics and hazard assessment in Albania. Our works involve extensive analysis using different seismotectonic parameters. Especially after the earthquake on November 26, 2019, we decided to write a book covering the seismogenic characteristic of this major event, as well as the geological and tectonic features of the region where the earthquake occurred. This book includes an independent analysis of the main events and their aftershocks, using some of the most well-known earthquake parameters, such as Gutenberg relation, B value, seismic quiescence, Z value, fractal dimension, DC value, and time series analysis of the earthquakes. Through this approach, we have conducted a detailed spatial and temporal analysis of these parameters for this book. I hope this book will be a valuable resource for researchers working on earthquake hazard from statistical, seismical, or tectonical or geological perspective in Albania. I believe this book will serve as an important reference for those conducting similar analysis in the future for Albania. In the last, I hope this cooperation will continue in the next. Thank you so much for your patience, and greetings and respects from Turkey. Thank you so much, Professor Öztürk, for the contribution, for the collaboration with the Albanian scientists, and especially for the contribution to produce this book, very important for our community, scientific community. And now is the turn tani po prezantoj autorin e parë të librit, profesor akademik i asociuar Rapor Meni. Nderuar kryetari i Akademisë së Shkencave, akademik profesor doktor Skënder Gjinushi, nderuar zoti Metin Bulut, këshilltar për arsimin në ambasadën turke në Tiranë, nderuar profesore Luleta Bozo, deputete e Kuvendit Popullor të Shqipërisë, të nderuar akademik, të nderuar profesor, të nderuar kolegë të dashur miq, ju falenderoj shumë që gjetët mundësinë dhe kohën të merrni pjesë sot në promovimin e këtij libri, tërmeti 26 nëntorit dhe çfarë duhet mësojmë prej tij. Kuptohet që parafolësit dhanë opinionet e tyre, të cilët i falenderoj, por duke qenë se ata folën, më ngelet të flas pak për librin, por të flas shumë, të bëj shumë falënderime. Dhe së pari falenderoj familjen time, fëmijët dhe nipin për kohën e përkushtimit, por që ja vleti në këtë rast. Falenderoj si çdo veprë mirë, dhe kjo ka një nxitje dhe mbështetje fillestare, dhe pikërisht nxitja dhe mbështetja fillestare ishte Akademia e Shkencës, ishte pikërisht akademik Skënder Gjinushi, i cili mbas tërmetit të 26 nëntorit ideoi, më nxiti për të organizuar një konferencë shkencore ndërkombëtare. Kryesja e Akademisë së Mbështetjes dhe një vit më vonë, 26 nëntor 2020, u organizua një konferencë shkencore shumë e rëndësishme ndërkombëtare me fokus tërmetin e 26 nëntorit.
Mëtej më lindi ideja për ta thelluar këtë studim dhe për të bërë edhe një libër, dhe për këtë u konsultova me kolegun tim nga Turqia, mikun tim nga Turqia, Serkan Ozturk, i cili është bashkautor i librit. Ideja për ta bërë këtë në bashkëpunim me Serkan Ozturk ishte për arsye sepse për të qenë një bashkëpunim ndërkombëtar, njëkohësisht mirja një ekspertizë nga një sismolog nga Turqia, duke ditur se Turqia është një vend të zhvilluar nga ana sismologjike, pra ka një sismologji tepër të zhvilluar, por nga ana tjetër Turqia është një vendin me aktivitetin sismik më të madh në Mesdhe, ku dihet që Mesdheu është brezi i dytë tërmetor në botë. Kuptohet në këtë varg, siç u thash, falënderimesh, do të falenderoja gjithashtu oponentin nga Turqia, edhe oponentin nga Shqipëria, të cilët e përmirësuan cilësinë e librit shumë. Por në këtë libër që arriti në këtë cilësi, vlen të falenderoj edhe qendrën botuese të Akademisë Shkencës, Bruno dhe Kelen, për kujdesin e vazhdueshëm deri në promovimin e sotëm të librit. Në këtë nuk do të pa falenderuar, një falenderim mirënjohje për sismologët e shuar të Shqipërisë, akademik Eduard Sulsarovën, profesor Siasikot Betim Muçon, profesor Siasikot Shiun, profesor Shishri Ali, të cilët kanë ndikuar në formimin tim profesional në fushën e sismologjisë dhe të gjeoshkencave. Kuptohet që ngjarja tërmetore e 26 nëntorit ishte një dëm i madh për Shqipërinë, por analiza, evidentimi, përpunimi që i bëhet në këtë libër është një kontribut që u shërben Komitetit Shkencor, Politik Bërësve, u shërben gjithashtu inxhinerëve, u shërben gjithë qytetarëve për mbrojtjen nga rreziku nga tërmetet në të ardhmen. Ky tërmet padyshim që pati dëme, por nga ana tjetër ai gjeneroi dhëna, të cilat u shfrytzuan dhe u përpunuan në këtë libër për të dhënë konkluzione, rekomandime dhe për të nxjerrë mësime për tërmetet e tjera, për të mbrojtur pra nga tërmetet e tjera në të ardhmen. Për mos të zgjatur më shumë, e rëndësishme përveç trajtimit shkencor të librit, janë pasqyruar edhe aktivitetet sociale, shkencore mbas tërmetit për të treguar kontributin e madh nga komuniteti vendas dhe komuniteti ndërkombëtar për këtë tërmet. Gjithashtu pjesë e rëndësishme ishte dhe mësimet e nxjerra nga ky tërmet, refleksionet që duhet bëjmë nga ky tërmet, të cilat u shërbejnë komunitetit, i shërbejnë qytetarëve, edhe për vetëmbrojtje nëpërmjet guidave të ndryshme që janë dhënë në këtë libër, por edhe për të krijuar strategji të reja në mbrojtjen nga rreziku sismik, për të mbrojtur, për të reduktuar rrezikun nga tërmetet e ardhshme. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, profesor. Urime dhe suksese për botimin e librit, kaq të rëndësishëm, dhe tani kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj kryetarin e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, akademik Skënder Gjinushin. Mirëdita Spari. Sigurisht ky promovim bëhet në kuadër të pjesëmarrjes së Akademisë Shkencave në panajirin që organizohet në Tiranë, panajiri i përvitshëm, dhe ku Akademia paraqet disa nga botimet kryesore të saj. Siç dihet, Akademia e Shkencave boton rreth 30 tituj në vit, plus minus, kryesisht me autor brenda dhe jashtë akademie dhe të shtrirë në të gjitha fushat e dijes, dhe prej janarit, me qenë se pranë akademisë tashmë funksionojnë dhe institutet e albanologjisë dhe qendra biogjenetikës, kuptohet që potenciali botues i Akademisë Shkencave rritet, sepse shtohen edhe botimet e instituteve. Karakteristike në këtë panajir është që Akademia paraqitet me disa punime për cilat është parashiku promovimi që shtrihen në tëra fushat dhe në fusha tepër sensitive, siç është botimi sotëm që promovojmë këtu që lidhet me tërmetet, për një problem tepër madhor, botimet e konferencës së dytë albanologjike zhvilluar në Shqipëri, dhe siç ka dhe botime pastaj për çështjet të ekonomisë dhe veçanërisht të bashkëpunimit Shqipëri-Kosovë.
Këto botime janë të karakterit që tregojnë qartë që akademikët punojnë, kur themi akademikët, trupa akademike, që shkenca në Shqipëri funksionon dhe ka kontributin e vetë, që shkenca nuk bëhet shkencë për shkencë, por shkencë në dobi dhe në shërbim të shoqërisë, qoftë për studiuar origjinën, traditën dhe si të gjuhës dhe popullit shqiptar, duke filluar që nga kjo, dhe deri tek problemet jetike me cilat ndeshet shoqëria shqiptare. Dhe pikërisht botimi i konferencës së tretë të albanologjisë përkon me zhvillimin e një konference që sapo mbyll në Tiranë, ku në mënyrë të qartë rikonfirmohen tezat kryesore që mbron albanologjia shqiptare për sa i takon traditës, origjinës dhe lashtësisë së popullit shqiptar dhe gjuhës shqipe. Madje do të thoshin që konkluzionet e konferencës së mëpashme dhe të rikonfirmuar në konferencën e këtyre ditëve i skumojnë apo i zhvlefsojnë gjithë ato përpjekje amatoreske që bëhen për t'i ridikulizuar ose për t'i kthyer në teza jo tepër të pranueshme çka lidhet me origjinën e gjuhës dhe të popullit shqiptar. Kështu që do të thosha që betejën shkenca e ka fituar në këtë drejtim, sepse tashmë tezat shkencore janë solide, vërtetohen në rrugë tepër shkencore, duke filluar që nga studimet gjenetike e deri tek futja metodave e teknologjisë inteligjencë artificiale për të vlerësuar dhe matur gjëra që s'mund t'i masin parë. Për shembull, për të gjetur se kur gjuhët kanë filluar të shkëputen nga njëra tjetra, ndërkohë që të shkruar ke vetëm 5 apo 6 shekuj më parë, tashmë me metoda e reja arrihet të flitet edhe për çka ndodhur 6.000-7.000 vjet më parë. Kështu që mund të qetësohen të gjithë, pra të parët e shqiptare kanë filluar të krijojnë identitetin shqiptar 6.000 vjet më parë. Më shumë s'po plakemi për. Pra, rrjedhimisht kjo flet për atë që, sepse panajiret prandaj bëhen për të promovuar të rejat, botimet e reja, dhe për të konfirmuar pikërisht edhe për të pasqyruar kontributin e gjithë profesoratit, gjithë trupës akademike, qoftë pranë akademisë apo shkollave të larta, dhe për të që njerëzit të mësojnë të vërtetën dhe mos të bjen pre e abuzimeve apo i tezave amatoreske. Tani, pa një vlerë të veçantë ka dhe botimi që përrohet këtu, që promovohet, çka të bëjmë me tërmetet? Sigurisht Akademia e Shkencave që kur ndodhen këto ngjarje, sepse qelloi që ishte edhe koha që sapo kishte filluar reformimi i akademisë, ndër të parat ngriti një njësi pikërisht për të parë futjen e eurokodeve 8 për ndërtimet. Pra, sepse tërmetet thuhet që s'parashikohen, që s'është e vërtet, shkenca i parashikon tërmetet, po s'parashikon orën dhe datë. Kurse ciklin e tërmeteve e parashikon, biles Rapa na ka premtuar që për 40 vjet s'do ketë një tjetër, si 2019. Fatkeqësisht shton në Tiranë dhe Durrës dhe i është qepur Vlorës, po ndodh se damari i Vlorës është lidhur me të Tepelenës, kështu që shpresojmë që si gjithnjë Tepelena mbroj Vlorës dhe i ka mbuluar gjithmonë krahët. Por pikërisht me ndodhjen e kësaj tragjediose, ngjarje të rënd, po që fatmirësisht Shqipëria e kaloi lehtë në krahasim me çka ishte pritshmëria, qoftë edhe shkalla e këtij tërmeti, pra fuqia goditse e tia, por dhe atëherë patjetër që gjithë detyra jon ishte të sensibilizojmë si popullatën,
veçanërisht ekzekutivi. Dhe aty kanë luajt një rol rapo hynte në qetësuesit kryesor të popullatës, ndërsa profesoresha hynte në shqetësuesit kryesore të qeverisë. Pran kuptimin për masat që duhet marrë qeveria. Sepse, ose në saktë gjithë shoqëria, sepse siç tham, tërmetet si cikël janë parashikues. Biles botimi 2008-s ka një frazë që thoshte për 20 vjet do ndodhi një tjetër. Do ndiku. Dhe ndodhi. Pra, kështu që dhe me siguri dhe botimi I sotëm parashikon se kur do ndodhi tjetri dhe premtimi është për 40 gjithmonë. Pra neve s'na kap. Dhe pikërisht këto studime janë shumë të rëndësishme sepse I japin panoramën ose sinoptikën e pritshmërive dhe bëjnë që tërë ato masa që u përcaktuan me rastin e rënies së tërmetit, si qa duhet bërë me ndërtimet e vjetra, 50 vjeç, 70 vjet, ku profesoresha ka dhënë kontribut për të përcaktuar këto, do prishen e bëna e para, ndërtesa që duhen riforcuar, dhe veçanërisht ndërtimet e reja. Ne jemi popull kurajoz, dhe me thënë drejtën, pas tërmeti menduam që s'do rinte njëri në kati 11 e lartë, kurse ne tani kemi trefishuar dhe shkojmë gjithnjë më lartë, por këto janë dhe ato çudirat e shkencës, ose më saktë të teknologjive të reja, që ne sfidojmë natyrën, njeriu e ka sfiduar që në origjinë natyrën, dhe një nga sfidat është kjo, që pikërisht nuk ka të bëj lartësia, ka të bëj shkalla e sigurisë, pra teknologjia që përdor, ndërtimi pa hile, jo, por edhe shkencërisht I. Kështu që ky botim absolutisht ndihmon, përshëndesim faktin që bëhet në bashkëpunim, sepse problemi tërmetes njojnë kufi, edhe si rregull, pra kanë hyrë në Schengen para krijimit të Schengenit, sepse plakat janë mijëra vjeçare dhe ato ndodhin në bazë të ndarjes që I ka bërë natyra nën tokë. Kështu që në këtë aspekt bashkëpunimi me Turqinë është absolutisht Turqia ka shumë përvojë të mirë dhe të keqe, fatkeqësisht, sepse tërmetet atje janë vërtet me pasoja për shkak të specifikave dhe shkallës. Sepse tërmetet për çdo 0,2 dyfishohen në fuqi. Pra, dhe për një ball riter është 30 herë më I fuqishëm se sa I më pashmi, kështu që shkalla e rritjes së tij është vërtet e frikshme. Kështu që përshëndes atëre pa e zgjatur më tej, këto janë botimet që akademia ka paraqitur këtë radhë, siç përmenda dhe atë të bashkëpunimit ekonomik Kosovë-Shqipëri, sepse ne kërkojmë të integrohemi në Europës, pari të integrohemi te njëri tjetri, pra dhe janë tërë mundësit, dhe është pozitive që dy akademit kanë ngrit një grup përbashkët ku paraqesin se kush janë sfidat, mënyrat, edhe rrugët për të krijuar, si thosh, një hapësirë të përbashkët të zhvillimit ekonomik Kosovë-Shqipëri. Këto janë botimet kryesore që ne paraqesim, përshëndesim dhe përgëzojmë autorët dhe profesorin turk dhe profesor Rapon për këtë, falenderojmë gjithë pjesëmarrësit dhe veçanërisht recenzentët, si mund t'i quajmë, ose paraqitësit e punimit. Besoj që është një punim I krahasueshëm me atë të 2008-s për vitet e ardhshme në përsa I takon parashikimit dhe marrjes masave për t'i bërë tërmetet sa më pak të dëmshëm. Faleminderit dhe sukses. Faleminderit kryetari I Akademisë së Shkencave, profesor Gjinushi, për fjalën tuaj komplekse, të themi, dhe paraqitjen e vizionit tuaj të qartë dhe optimist për zhvillimin e shkencave në Shqipëri dhe më gjerë, bashkëpunim me
kërkues shkencëtar të tjerë të rajonit dhe më gjerë, dhe shpreh bindjen se optimizmi juaj do të nxjisë, të themi, forcat tjera kërkimore shkencore në vend për botime tjera më të mira, më të arrira dhe në zhvillim të aktivitetit kërkimore shkencor. Ju faleminderit profesor Gjinushit. Ju faleminderit që ishit këtu të gjithë sot. Organizatorët kanë marrë masa që ju të jeni pjesë e një koktejli që është organizuar me këtë rast në oborin e Akademisë Shkencave. Kanë shpenzuar